Atëre jemi rikthyer në studio, në zonën 0, ku do flasim për Kosovën, për mundësinë e krimit parlamentit nesër, që është caktu data, krimin e qeverisë, do kemi qeverinë tretë Albin Kurtit. Për gjitha këto e kam të ftuar në studio Shqipe Pantinën, ish deputete e Kuvendit të Republikës të Kosovës, Hysen Berishën, analist, dhe mentor Shala, gazetari është drejtori i RTK-s. Faleminderit shumë. Faleminderit obi te, Emeli. Shqipe në radhëpor ngushëllime për babën, se e ke unë babën këto ditë, dhe faleminderit shumë që ke ardhur. Pyetjen më interesante prej që kam këtë emision sonte ku morë prej teje, pak ta fillojmë me humor. Mentor, apo më dëgjon? Po, mirë. Shqipja duke mendu që këto pijet, këto kolen edhe lajthizën i kemi vetëm për reklam, më tha Milaj ma munde me qelë. Jo, më ka bu pak si shpëri zakonisht me pyet, edhe atëherë kur e di që kam të drejtë, ndoshta është ma shumë shej mirësjellje. Kur pyetje ma inteligjente, tonën duhet me pyet. Shqipja e njeh shumë mirë se këtë kolegët i kanë për televizion edhe njeh shumë mirë punën e televizionit, prandaj edhe të vetë se ka plot raste kur i bëjnë maketa. Kështu që shumë mirë ta ka bëhat pyetje. Wow, tha muj me qelë, pash qelë. Faleminderit shumë. Tani veç shkurt, jo gjatë, po të treve pja u baj një pyetje, e kisha ish presidentin Bamir Topi, para juve në një intervist me te, dhe a ka logjik, a ka jeshi që hapet një farë lufte frontale, ma tonë që ti mentor shpesheri quna ta ish pipat e Jugoslavis edhe knej ish pipat e zdikujt, kanë hap një luftë mes Kosovës dhe Shqipërisë për një shpull të Jozit që i dha Gjestit, a nuk protestohet kundër vrasjev, nuk protestohet kundër shtrejtimit rrymes a Shqipe? Që e para të regon për nivelin e ullë të arsimimit dhe së rjedhoj nivelin e ullë të vedijes politike që ne kemi si shoqëri, e për fat keq kjo përshtijet së është në gjashëm në të dy anë të kufirit. Big Brother është një show, është reality, po me gjithatë është show, ku ngjarjet, po i quajnë ngjarjet e tilla, në fakt janë lajmë, sepse ti e din më mirë se unë se një lajmë i keq është lajmë i mirë për mediat, por e gjitha duhet shihet në kuadër të një show, dhe këto ndasit Kosovë-Shqipëri më spaku, ama më spaku kanë vend në këtë rast. Bëhet fjalë për edhe nëse është konflikt mes dy individve, ata të dy kanë mund të qenë prej Kosovës, ose të dy prej Shqipërisë. Fakti që njëri është nga Kosova dhe tjetër nga Shqipëria, absolutisht nuk ka relevancë në këtë rast. Ajo që unë do doja të theksoja është që ne duhet të dënojmë dhunën si të tillë, pa marrë parasysh se kush e ushtron dhe ndaj kuj. Unë edhe kur ka pas raste që janë më të shpeshta për fat e keq, kur viktima ka qenë gratë, unë çdoherë e kam theksuar se ne duhet po ashtu të merremi me dhunën si fenomen, jo vetëm ndaj grave, sidomos ndaj fëmijëve dhe ndaj të moshuarve. Se ne, kjo nuk është tema diskutimit sot, dhe besoj se një ditë ndoshta ja vlen edhe të diskutohet kjo temë, por shoqëria jonë për fat të keq çdoherë më shumë po bëhet të dhunshme. Kjo edhe fal hapësirës që këta njerëz e kanë sot përmes rrjeteve sociale. Jo vetëm, të gjitha televizionet e kanë post temë dhe thash, Jozin duhet me falenderu se me s'mi pasëro shuplok zdi që këshim bon si tema. Po, mentor? Me deshta kështu, derisa na dhe më thonë gjesti jamër një shpull, po s'ta shoka martohet live aty në emision. Dhe më thonë ka një beneficia. Edhe së më ka thirë ndarë, së më imagino. Në fakt, kjo ma bërit vështirë mu ta parkoj makinën, sepse s'kishte vend, nuk e di, a ka shumë të ftua këtu, Milajim, por unë zgjeta vend me parku makinën. I gjithë parkingu i Top Media, si Top News, ishte i mbushur plot makina. Bile kishte edhe që kishin arë nga Kosova. Po, mentar? Melone, për këtë punën, për punën e kësaj që ka ndodhë edhe që u ba ma dhe u ba lajmë, në fakt është një parë spjegime. Kjo çështja e këtyne reality show,
bën pjesë në kulturën masive. Dhe më thonë është pjesë e kulturës masive dhe sigurisht që njerëzit në këto reality show lidhen shumë për këto programe edhe krijojnë idhuj mrena këtyne programeve edhe aty vetë fakti që këta janë të izolum për një kohë gjatë, dhe më thonë janë tash këta janë 3 muaj ata pjesëmarrës në Big Brother të Shqipnisë, po gjesti është që 6 muaj gati aty. E ka efektin e vetë, izolimi e ka efektin e vetë edhe gjithmonë, dhe më thonë këtu, aty është provokime, është lojë provokimesh, kush është provokon ma shumë, kush e nxirr tjetrin, kush bjen provokime, dhe më thonë del jashtë, është një farë lufte, një farë betejë e mbrëmshme edhe dikush mundet me duru në ashta provokimin, dikush tjetër s'mundet me duru provokimin edhe mundet me ndodhë këto raste. Ka ndodhë dhe ma përpara në Big Brother, në për shumicën e Big Brotherve, këtyne reality show që ndodhe në përbot, ndodhen këto incidentet e vogla, po absolutisht nuk do të më marrë kjo se një farloj tash sul mes pse është kjo i Kosovë, sa i Shqipnisë e ka sulmu, absolutisht kjo s'ka të bëj me atë punë, ka të bëj me i natët atë mrena që janë kriju, me atë lojën mrena që është bo, me atë mlefin e mrenëshëm, s'ka lidhje kjo të bëj me këto raportet mes një popullin fakt anë e kënej kufinit. Vetëm këte ngrita si problem, deputet... Jo s'u bo problemi madhë, s'ki faj? Deputet në qoftë se donë se di që vetë me veti thu qëfar pytje pa lidhje boni mili... Jo, pytja ke shumë e mirë. Jo, se unë vetë japë komunikim masive. Edhe unë e shonë ndikimin. Amo lojmi ashtë lajmë, dhe s'mund të sot t'i ikim lojmit. Po pavarësisht prej ka vjen, dhe më thonë nëse një informacion, një ngjarje ka prodhu lajmë shumë të madhë, s'kem kam i ikë, na do të më marrë me të. Zdeshtëm na do të më marrë me atë përpunë. Amo nuk ashtë për më bo qa që mollë, se për shemull me nisë... Jo, pëse. Jo, në kuptimin... Shqipja e ka nusën ti me shoqe me nisë armë karoj da mu shuplak, tash në të qërë... Di, sa e ardhi ajtë... Qërë këta Shqipnis për në rejnë, ha? Kjo së nësaj që ka ndonë njerë, por... As njerë s'kum thot qërë këta të Shqipnis, sa u tanë. Ja, mu më ka zajshë për nejse, s'ka një. Okej, edhe Shqipja dëmë. Po deputet? Mirë ma ke ledzu mendjen, kem nej gjatë në situata ndryshme dhe njojmë një tjerë dhe ma ke ledzu mendjen mirë për mendimin tem kjo temë dhe pse po do të mentoj është bo lajmë s'kem ka ikim, kjo s'meritan kur fash debati, po une në fakt nuk e kom përcjell, po të ka zë drejt, edhe se programi im në televizion duket nuk e kap këtë farë show, po këtë kur e pash në të rrjetet në telefon të sociale, dhe pash që shka u zhvillu debat atje, fatkesisht kjo kanë zirën... Kanë zirën si përfoqat të ujrat anti-shqiptare, apo? Milemon, une nuk jo dëgjova këtë pjesën, ma herës ju dëgjova tash po dëgjej, ma herës ju dëgjova kur gjë sigurisht ka pas në farë ndërprirje. Po me siguri po se... Edhe njerë, a ka mundësi pytjen, njerë pytjen se... Jo, do hymë në temë, sepse Hysen Berisha tha që nuk ashtë temë që duhet për të diskutu, pa e vlerësoj atë që e thatë, që ashtë lajmë dhe ka prodhu lajmë, reagim. Oke, si se të gjova, Hysenin, se e përshëndes se e kem pas edhe antarët bordit, e kemi pas raportet mira. Po, tani po e filloj me Shqipen. Orët e fundit i kemi para seancës konstituimit Kuvendit të Republikës të Kosovës, që është saktu nesër Shqipe, duke qenë shumë vite deputete. Ka mundësi që të dështoj nesër, ka zera që PD këja nuk do e votoj, si me ndonë? Edhe kjo puna e themelimit, konstituimit e legislaturës ashme dhe krijimit qeverisë është bo pak si kjo puna Big Brother. Dhe më thane ka hu pak seriositetin dorën zemër edhe politikanit më shumë po e shohin si qështje shumë jo serioze. Po, ka mundësi që të dështoj nesër seansa gjithësisht konstituimi i kuvendit, sepse duhet të zgjidhet kryetari dhe kryesia për të quajtur legislatura e konstituime, prej asaj deklarime publike që kemi dëgjuar nga partit politike, sepse në këtë moment unë zbesoj se mund t'i cilësojmë qeveri dhe parti opozitare, se nuk e dim kush është qeveria re dhe kush është opozita e re, por tri partit më të mëdha
pas vetëvendosjes kanë deklaruar se nuk do ta votojnë një kryetar të kuvendit të propozuar nga lëvizja vetëvendosje dhe aktualisht lëvizja vetëvendosje nuk i ka 61 vota për ta zgjedhur kryetarin dhe për ta formuar qeverinë. Ndonë se ka, po i quaj më shumë spekulime, por ka fjalë edhe në për media që nisma mund të arrijë një marrëveshje koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Në deklarimin e tij të fundit, Limaj nuk e pohoi një gjë të tillë. Natyrisht nuk e mohoi në mënyrë strikte, por nuk e pohoi që ka marrëveshje. Çfarë sjell nata, nuk e dim, se ti e din Milaim, ne jemi mësuar se shumë shpesh në Kosovë koalicionet kanë ndodhur natën. Që deri nesër mëngjes edhe mund të ketë. Megjithatë, edhe me nismen, Kurti nuk i ka votat e mjaftueshme, sepse të paktën 2 deputet nga minoritetet kanë deklaruar se nuk do ta votojnë pa ju plotësuar kushtet. Edhe vetëm Berisha, edhe Duda Balje, këta të dy publikisht kanë deklaruar se kanë kushte për Kurtin dhe ato kushte nuk janë plotësuar ende. Pra po them, nuk e dim çfarë sjell nata, por është skenar krejtësisht i paparashikuar dhe kjo është më e keqja e politike, sepse në politikë gjëra duhet të parashikohen. Ti i futesh gares politike me disa qëndrime, por edhe me premtime natyrisht programore. Dhe pas zgjedhjeve pritet që t'ju përmbash atyre premtimeve dhe qëndrimeve që i ke dhënë më herët. Tek ne veçanërisht Kurti është tejet i paparashikueshëm dhe ka shkel çdo qëndrim të tij apo çdo parim, prandaj nuk e dim se si do të veproj edhe tani. Kështu që mund të kemi nesër konstituim të kuvendit, mund të kemi kryesi dhe kryetar të kuvendit, ndoshta edhe qeveri, por mund të futemi në një krizë institucionale edhe për faktin se propozimi i kryetarit të kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje dhe pa u zgjedh kryesia nuk mund të kalojmë në themelimin e qeverisë. Mentor, pyetja e parë që ja bëra Shqipës vlen, edhe për ty, po e kam edhe një nën pyetje që mund ta zgjerosh pak mendimin. Në qoftë se nuk zgjidhet kryesia e kuvendit të Republikës së Kosovës nesër, a mund vërtet futemi në një krizë institucionale ku punëtorët ngelin pa rroga? Pa rroga jo, sepse 3 muaj vazhdon, paktën 3 muaj, por mund të jemi pa qeveri dhe pastaj janë 2, më fal mentor që ndërhyra, po janë pak a shumë 2 skenare. Ose presidentja duhet t'i shpall zgjedhjet e ardhshme, ose partitë prap mund t'i drejtohen gjykatës kushtetuese, sepse kemi bërë gjykatën kushtetuese kështu si derën ku trokisim çdo herë kur politika nuk gjen zgjidhje, për të pyetur se sa kohë, sa është afati për apo çka ndodh nëse nuk konstituohet kuvendi. Edhe pse është bukur e qartë dorën zemër se nëse brenda 40 ditëve nuk konstituohet kuvendi, vendi shkon në zgjedhje. Mentor? Ato që i thash Shqipja qëndrojnë, shumica prej tyne, po deshta pak me shtu edhe pak me plëcu në është tani pjesë të asaj. Nesër çka ndodh nuk e dim. Ju të tretë ish deputet, unë nuk jam, unë jam gazetar, asnjëherë s'kam qenë në politikë, pavarësisht që normalisht në atë gazetarët kemi gjithmonë informacione. Edhe ju e dini që shbojnë këto pazaret që thash Shqipja në sekund fundit e moment fundit, mundën mu bëha dhe pazaret dhe mundën mu mbrij votat në fundit për nesër. Mirë po, ajo që mendoj unë, pa i shtu këto që i tha Shqipja, për cilat të pajtona plotësisht, unë mendoj që vetë Albin Kurti nuk është interesu me kriju institucionet edhe me ecë përpara në procesin e formimit të qeverisë dhe të kuvendit. Unë nesër, mendimi jam personal është, në bazë të rrethonave të cilat janë, është që nesër do të ketë shtyrje të kuvendit. Ajo që është më e keqja, nëse hym këtë aspektin procedural, është se në interpretimin e gjykatës kushtetuese për çështjen e domethënë zgjedhjes së kryetarit të kuvendit e kalon partia e parë që e ka obligim për detyrë dhe nuk kalon zgjidhje tjetër mas partisë të parë. Nëse partia e parë nuk mundet me zgjedhë ose nuk e propozon kandidatin për kryetar të kuvendit, atë nuk kalon zgjidhjen
a mundet partia tjetër, ose asnjë lloj zgjidhje tjetër nuk e kalon këtë punë. Prandaj që ta shqipja qëndron, mundën deputet nesër mas kësaj periudhe, për shkak se nesër vendi deputetët bojnë betimin, ju e dini, bëhet betimi. Në momentin kur bëhet betimi, atëherë mundet mushty seanca, çdo 48 orë mundet me pas seancë parlamentare deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Që shpeshohim na, Albin Kurti ende s'ka arrit me koni sigurt 100% që nesër me pas edhe votat për qeveri. Prandaj, nëse ai nuk është i sigurt që i ka votat... Një pyetje teknike me më ndihmu në informacion, se besom që nuk e di dhe pse kam kënë deputet. Momentin që betohet deputeti, do më thonë është deputet, apo? Është deputet. Ai është deputet. Momentin që e bën betimin, konsiderohet dhe fillon me rrjedh mandati. Atëre, pas ka gjosa më shty nesër seanca, prognoza ime. Mundet më shty pa punësi, mundet më shty një periudhë gjatë, çdo 48 orë me pas seanca të parlamentit deri sa të zgjedhet kryetari i kuvendit. Jo se mendova plot deputet nuk kanë dëshirë me hub rrogën edhe mandatin. Absolutisht. Po, edhe është normale, se që në heka ta mi bojt ato vota, mo kur mundet me smekon, mo kur deputet. Ne mund të kemi një situatë, më falë mentor, mund të kemi një situatë në gjashme si në kone Vlanit, nëse të kujtohet Milaim, kur konstituimi i kuvendit është një dalim, ka zgjatë disa javë. Ka zgjatë 3 muaj, 4 muaj, jo, ka zgjatë terin shtator, në fakt nas kemi pas... Qeshor shtator, këtë drejt, do më dhëtë 2 muaj. Qeshor shtator, do më dhëtë, qeshor, korrekt, gosht, shtator t'ikon kames, do më dhëtë, gati 3 muaj e gjithë. Ashtë kër Vlani e bojkoton të parlamentin, apo? Jo, ishte, do më thonë ata tentuan ta nashkallojnë PDK-n, por ishte gjykata kushtetuse që e qartësoj, do më thonë e para, për të bërë qeverin i takon parti që ka dole para. Do më thonë... Edhe kryetari kuvendit. Dhe kryetari kuvendit ekskluzivisht i takon. Kjo është pak ma e bërë situatën me të komplikume. Sepse mentori ka drejtë se ne gjithë shka duham ta kemi shumë të detajuar, shumë të sqaruar, sepse edhe gjykata ka thënë se i takon ta bëj propozimin dhe nuk ka lënë, si kur në rastin e qeverisë kur e ka bërë shpjegimin, atje e ka sqaruar, sepse edhe pyetja ka qenë e shtruar kështu mendoj unë, që partia fituse ose partia që ka dole para ka të drejt ta bëj propozimin dhe nëse dështon ti siguroj 61 votat e mjaftueshme, atëherë nëse partit tjera dëshmojnë që i kanë ato 61 vota, presidenti, që s'është këtë rast presidentja, mund t'i mandatoj të propozuarin e këtyre 61 deputete. Në rastin e kryetarit të kuvendit, kjo përgjigje nuk është dhënë. Po, veç me si për qeveri është dhënë kjo. Dhe më thonë, për kryetarin e kuvendit ka mete pas qarume, ka me fakt situata e pas qarume. Tash, Enver Hasani, cili e ka komentu, ka qenë kryetari gjykatës kushtetuse, e ka bat komentarin e kushtetutës, a i tash, e pash një deklarat një ditë, këto ditë, e tha që është e sqarume, mirë po nuk është e sqarume, nuk është e precizume, që është në rastin e zgjedhjes së qeverisë. Nëse, për shembull të rasti i qeverisë është shumë qartë, nëse partia e parë e ka afatin mas konstituimit kuvendit, mas zgjedhjes kryetarit, e ka afatin 14 ditë, 4-15 ditë, po, e ka afatin për me, po, 15 ditë, për me siguru votat për qeveri. Nëse s'munët për 15 ditë partia por, atëherë i metet në diskrecionin e presidentit, në këtë rast presidentës, që mi adhon një tjetër kujt i cili mundet me siguru që ato votat. Zdo me thona është i partia 2, 3, apo kush do qoftë. Po i cili i siguran që ato 61 vota për me bo qeveri. A i metet në diskrecion, se presidentja mundet, nëse s'mundet për shembull partia por, presidentja mundet me quvanin zgjedhje. Jo, mentor, sepse nëse partit tjera i mbledhin 61 në nënshkrime, Po, ama metet në diskrecion saj, ajo... Jo, me 61 në nënshkrime, ajo duhet me adhon të drejten. Diskrecion është a me adhon edhe një herë partisë por, apo me kalu të dyta, por me 61 në nënshkrime, ajo e ka, në këtë rast ajo, presidenti ka për obligim me e mandatu atë që këta 61 deputet i ka 61 në nënshkrime, po s'pako 61 në nënshkrime. Po të rasti i kryetarit me Shqipën se ligjet e një e bajagi mirë,
Po, ja, qartë. Tash atë këto janë çështje kanë një detaje që kanë etikën edhe. Po du me dol. Po më fal. Ja, deshta me thonë te kryetari i kuvendit, unë mendoj që këtë situatë ka me shfrytzuar Albin Kurti nesër. Për shkak se janë disa çështje, cilat deshta me potencu. Pse Kurti, unë mendoj, pse Kurti nuk është interesuar me bë qeverinë tash. Edhe më thonë përpara me krijimin e institucioneve. Arsyeja e parë për mendimin tim është. E para, në 61 deputet në qeveri me 61 deputet nuk krijon stabilitet këtë vend. Edhe Albin Kurti nuk është çast i pamëshëm që mos më ditë se kjo qeveri mundet me zë deri në janar të vitit të ardhshëm. Kur fillojnë procedurat për zgjedhjen e presidentit të vendit. Edhe kur vendi mundet me shkuën zgjedhje për shkak se pa qenë 80 deputet në sallë që pajtohen për me zgjedhë presidentin, na mujë me pas prap krizë institucionale, për shkak se nëse nuk zgjedhet presidenti, vendi shkon me njerë në zgjedhje. Domethënë kjo i bën që as 8 muaj s'pi vjen, 7-8 muaj na me shku prap në zgjedhje. E para, e dyta që për mendimin tim edhe kjo është. Albin Kurti pa i qartësu njerë mirë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka problem me marrë qeverinë me udhëheq. Për shkak se nuk e din çka e pret. Nëse ai nesër bëhet kryeminist, çka e pret? Ne jemi të pa një situatë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë harru, na kanë asnjë të marrë me neve. Asë të interesu, na fakt kemi prish. Vetëm të njëjtën kohë me atë se unë kam informacion, në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara kanë lënë Kosovën si një farë qyshi që atje. Ama Bashkimi Evropian ka rritë shumë presion ndaj Albin Kurtit. Po bre, ka rritë, milë, po Bashkimi Evropian ka presion vetë për Donald Trumpit edhe vetë se të ditë ku e ka krytë. Po, më për dialogun, për plot tema tjera. Me falë, një pyetje kam për ty dhe për Shqipen. A mund tjetë pikrisht... Ndeshta vese në sen me thënë. Hajde, po. Po, orna. Jo, të lutem, val. Jo, s'ka problem. Hajde, se unë nuk harroj se... Unë jem të, tash, që shposhije, dhe më thonë, Amerika ka probleme këtë tjera. Ka probleme shumat më dha, edhe çështje këtë tjera, po shihet, dhe më thonë që nuk e ka fokusin të na heqe, për neve kjo ishte dashur me qenë shumë shqetësuese në këtë rast, e sidomos nëse na prodhojmë kriza institucionale tash, ata tash nuk janë të marrë paramenda dhe me pas kriza institucionale, çfarë imazhi na japim të ta dhe çfarë përshtypje japim të ta dhe po ajo që unë jam të pa, dhe më thonë në këtë rast, rrezikun, jemi sigur që Albin Kurti i sheh se është mrena, është kryeministër në detyrë për momentin edhe sigurisht i ka dhe informacionet. Dhe më thonë që këto sferat e interesit, nëse vazhdohet me këtë farë politike, që ase atëherë na nuk e dim ku mbesim edhe barë ku i mbesim në këtë farë rajonin tonë, Ballkanit. E sidomos na Kosova, që hala e kemi problemin e pasgjidhur me Serbinë. Që qatë, mund tjetë fat apo fatkeqësi për neve, po unë nuk besoj se ne do të ngelime jashtë radarit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për faktin e implikimit që Rusia mund të ketë këto. Tani, ndoshta nuk i ka... Po qka shqipe nëse Amerikan pajtohen që na me konë sferën e interesit Turqisë? Për shkak. Por prap, do më thonë, është vendimi Amerikanëve që ata vendosen që Kosovën me lonë, e që unë nuk e besoj që do t'jekin kaq lehtor edhe presidenti Trump. Përkundër faktit që ai po merret me disa çështje të mëdha që është krejt normale, unë mendoj se administrata e tij nuk do ta lë anash Kosovën. Çfarë do të ndodhë tani, mendoj se ata nuk do të jenë aq tolerant sa ka qenë administrata Biden, të cilët... Jo, në koncept që shto që apëtut e në koncept shumë, me ndodhë që shto që shto shok për momentin, s'kemi shaja. Sepse ende edhe janë duke morë me disa tjethe vetë, janë disa prioritetet tjera. Momentin që ti vje rendi Kosovës, ata do të zgjidhin këtë problem shumë më shpejt. A do tjetë më mirë, ama keq për neve këtë nuk e di, por nuk besoj që ata do të lënë, do të zhagisin, ashtu si që bëri administrata Biden, cilët qasja cilve ishte më shumë evropiane se sa amerikane, sepse evropianët janë ata që i zhagisin çështjet, amerikanët i presin, bëjnë zgjidhje. Tash, Albini aty pajtohet me ty se Albini po pret. Edhe jam dakord kur thu që kësaj here unë nuk besoj se ai dëshiron me morë pushtetin, por nuk dëshiron me morë përgjegjësinë. E kësaj here nuk mundet me i shtyjnë pafundësisht. Por ati mund t'i konvenoj një qeverisje jetë shkurt. Edhe një vit, sepse brenda kësaj koha i prap mundohet me bo manovra si që kaj, me populizmin e ti, me u mundu me
fitu edhe një mandat, por kësaj here kanë filluar të dalin në sipërfaqe problemet e shkaktuara nga qeverisja e tij. Rryma është njëra prej tyre. Tani do dalin edhe tjera, sepse për 4 vjet ata kanë marrë vendime të cilat në dukje të parë kanë mund të duken të mira. Unë edhe dikun tjetër e kam thënë se qeverisja, ajo çka ka bërë Kurti, mënyra si ka qeveris ai, është sikur ti ofrohet Coca-Cola dhe picë një të smuari me diabet. Natyrisht se dikush që vuan nga diabeti, ndihet mirë kur konsumon sheqer. Por në afat gjatë kjo është të jetë të dëmshme. Njëjtë është edhe për neve. Disa prej veprimeve, sidomos gjuha e përdorur nga Kurti, ka tingëlluar bukur në veshët e njerëzve të cilët nuk i din mënyrën e qeverisjes dhe sidomos pasojat. Por tani po i shohim pasojat. Vetëm vendimi i fundit të ZRE-s mendoj se ka shpërfaq më së miri se çka mund të sjell një qeverisje populiste, cilat janë pasojat cilat ne tash kemi me i vujt. E më vonë do dalin edhe tjera, do t'i ndijmë hala ma shumë pasojat e masave, sankcioneve, mund t'i quajmë si doni, se s'fare s'ka rëndësi a i zbutim duke i qujtë masa, a jo themi sankcione, por pasojat kemi me i vujt, sepse janë 10 nëse jo 100 projekte, që kanë ngelur për shkak të këtyre sankcioneve. Do t'i vuajnë edhe komunat më vonë, pasojat e këtyre vendimeve, por do të vuajmë edhe pasojat vendimeve tjera. Këtë punën e izolimit ende nuk po e ndim shumë, por kemi me ndi në të ardhmen. Tani shiqoni vetëm këta muajt e fundit, kur qeverisja është në detyrë, edhe pse me ligjin që e kanë bo vetë ata do duhet jep një ndoreqe, dhe falë angazhimit presidentes, ne i patëm 2 njohje. Çka do thot kjo? Se ata më shumë ishin penges, edhe Pacolin këtë rast, natyrisht duhet t'ja njohim e meditat, por kjo në gjykimin tim të regon se qeveria Kurti dhe Ministria e Punëve të Jashtme më shumë kanë qenë penges se sa kanë ndihmuar në procesin e sigurimit njojeve. Dhe sidomos e kanë dëmtuar shumë procesin e antarësimit Këshillit të Evropës, i cili për Kosovën do t'ishte tejet të rëndësishëm për faktin se do t'a përmirëson të gjyqësorin. Do t'ju mundëson të shumë qytetarve që në munges të realizimit të drejtëve tyre gjyqësore në Kosovë ti drejtoheshin gjykatës evropiane, gjykatës Strasburgut. Këshilli i Evropës me qelë edhe shumë dyrë në antarësimin e shumë organizatë. Absolutisht po. Shëmbo milionera me qena antar gjykatës Strasburgut. Mentor, e tani po kalim të relacionet shumë të ashpra dhe deklaratat e fundit të presidentes kundër qeverisë dhe Albin Kurtit, desha me boj pyetje po spesho shumë të rëndësishme, veç po e përfoli që edhe zonja Kallas, jo vetëm që e ka rrit dinamiken e dialogut Kosovë-Sërbi, po aja ka rrit deri në atë pikë so që ka kritiku Bashkimin Evropian. Thot kemi bo politikat gabuara, kjo është signal shumë interesant. Mendoj se po, sepse edhe Bashkimi Evropian shumë raste ka toleruar shumë. Absolut. E ka toleruar shumë Serbin dorën zemër. Shumë shpesh janë shkelur marrëveshje dhe nuk ka pos randim nga Bashkimi Evropian. Dy njerëzit ma anti-Kosovi ke pos në Shqipja, Milajimi ma boni mu, po Shqipja po përzizjet. Unë e kam për parësit e qenit këto. Deklaratat e presidentes rreth Shtetet Bashkuara të Amerikës për taksen? Po, unë mendoj që puna, dhe më thonë, çdo proces cilën e ka nisë Bashkimi Evropian për përmirësimin ose normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi gjithmonë ose është zvarrit në pafundësi ose në fund ka dështu. Dhe më thonë, pa rolin e Shteteve Bashkuara të Amerikës, problemi edhe normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi nuk ndodh. Deri tash praktikat kanë kallëzuar që nuk ndodh. Edhe pse tash pak janë aktivizu Bashkimi Evropian pak më shumë për shkak se Shtetet Bashkuara të Amerikës na kanë lënë onash, unë mendoj që prap nuk ka zgjidhje pa involvimin edhe të Shteteve Bashkuara të Amerikës këtë rast. Ndërsa sa i përket raporteve që përmendem të përketësume, unë bëmëj me thonë sojzat presidentes Vjosa Osmani dhe kërministrit në detyrë Albin Kurtit për momentin që është, unë mendoj që deri vonë këto raporte, mendoj që kanë qenë raportet e tyne kanë qenë shkëlqyshme deri vonë, mendoj që vazhdojnë me pas hala
Po unë mendoj që Vjosa Osmani ka fillu me reagu, normalisht mirë ka bo, që ka reagu për me heq taksat për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në fakt si shdosh më vendos ato taksa fare për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na me ta, po hajde që pas ka reagu në këtë rast, mendoj që Vjosa Osmani është e pa që e ka të rrezikuar edhe ndoshta edhe të pamundën që me marrë edhe një mandat, po, edhe një mandat në vitin e ardhshëm si presidente, prandaj edhe tash dën medalje edhe me Vjosa është e njoftun për këto gjëra, do të thonë me paraqitë kundërshtarin e kryeministrit, që një person i cili është kundër raporteve me Shtetet e Bashkuara, kundër raporteve të mira që i kemi edhe partneritetit që i kemi me SBA-n, që mendoj se nuk i pin ujë kjo farpune që ato bë Vjosa Osmani. Vjosa Osmani për mendimin tim është bashkëfajtore në këto procese që na ka ndodhur deri sot neve bashkë me kryeministin Albin Kurti dhe nuk mundet me kat përgjegjësi prej vetes saj. Tash këto janë lojë për cili domethënë mundet me mbijetu këtyre situatave edhe eventualisht me përfitu diçka lojë kalkuluese. Në fakt nuk pajton plotësisht me mentorin. Edhe pse nuk kam argumentet forta në kuptimin nga informacionet se është ndryshe, por duke e njoft pak Vjosën, me Vjosën ka me bashkëpunu me pak, por duke e njoft Albinin, unë mendoj se edhe Vjosa pak a shumë e ka pas qëndrime njëjtë si që e kam pasun edhe shumë të tjerë, kur kemi filluar bashkëpunoj me Albin Kurtin, me shpresën se ne mund t'ja ndryshoj mendimin ati, sepse i tillë është ai. Do të thonë, nëse ti 2 herë flet me Albinin, duket sikur... Ja ndryshu mendimin ati. Po, e keni di që e ka mendimin katastrofë, jemi ndru. Po, natyrisht, kur ti... Pas një bo eksperimenteve, pëse së në kazani. Jo, ti kur është një person që ka ndikim politik... Kur ka ndikim politik dhe mund të sjellë ndryshime natyrisht, si ti tenton që disa nga qëndrimet tua ti imponosh. Por, siç jemi bindur edhe nese, ai 2 herë ta lën për shtypjen se është i gatshëm për të ndryshuar dhe po pajtohet me ty dhe herën e tretë ti e shes ai është krejt kundër asaj çfarë ka thënë 2 herë të para, mendoj se njëjta ai ka ndodhur pak a shumë edhe zonjës Osmani, e cila megjithatë unë mendoj se ka merita në ruajtjen e raporte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo është munduar t'i ruaj dhe i kanë mbajtur ato raporte dhe mendoj se... Nuk ka ndërmarrë veprime, ka pas kompetencë mi marrë disa veprime në disa raste, për nuk ka ndërmarrë veprime. Por, prap po tham, nuk i di, nuk po flas me informacione nga brenda, por prap gjykimi im është se ajo ka tentuar t'ja ndryshoj qëndrimet Kurtit dhe vetëm kur është bindur vetë dhe nuk ju ka besuar të tjerëve që ja kanë dëshmuar këtë, por është bindur vetë se Kurti jo që nuk ndryshon qëndrime, Kurti nuk e di as vetë çfarë qëndrime ka. Ne është vështirë me ditë sot se cili është qëndrimi i Kurtit, sepse ai nuk ka qëndrime stabile. Shumë flasin për parime, jo nuk ka ndryshu Kurti, unë mendoj se ai ende nuk e di se çfarë don. Si populist që është, si shumica e populistëve, i përshtatet rrethonave, i përshtatet situatave dhe bën çdo gjë që është e mundur për ta ruajtur pozicionin e vet. Edhe këto kalkulimet e fundit që po i bën për qeverinë nuk janë gjë tjetër pos për ta ruajtur pozicionin e vet, sepse sot ne nuk e dim se cili është qëndrimi i tij, nuk e dim se çfarë do të bëjmë me asociacionin, sepse është problemi kryesor që kemi. Çka do të bëjë ai? Cili është qëndrimi i tij? Po pra, por kjo është mendoj se kjo duhet jetë çështja edhe për partitë politike. Mentore ka totalisht gabim, sa e ka qëndrimin me nejnë pushtet. Jo, qëndrim halo ma mallur se këtë, që opozita janë hajvanat. Ajo është... Po dhe pa, qëndrimi. Po hymë në temë shumë të nxehtë, me pak informacion, pak spekulime, po Shqipe sot kemi një deklarat shumë interesante nga kryetari i partisë Lumir Abdigjiku, kemi qëndrime interesante nga Partia Demokratike e Kosovës, e pa më mentor që kryetari, me falni, kandidati për kryeministër Bedri Hamza ishte në vizitë në Hagë, te Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi, tani pyetja ime është kjo. A ka mundësi që
ose Lidhja Demokratike, ose Partia Demokratike, do të heqin dorë nga posti kryeministrit vetëm për të bënë një qeveri dhe për ta shporë Albin Kurtin? Mendoj se kjo është më e mira që mund të bëjnë këto dy parti politike, por edhe AK-ja sidomos nisma. Unë du të besoj se zotri Limaj nuk do të bie në kurthin e Kurtit dhe për disa muaj, për një pozit çfarë do qovë që mund të jetë ajo, ta rrezikoj edhe të ardhmën e tij politike, por mbi të gjitha të ardhmën e Kosovës. Unë mendoj se ka hapësirë, madje shumë e mundshëm bashkëpunimi i partive deri dje opozitare, pra po tham se ne ende nuk e dim, të dy partit më të mëdha tashmë po japin sinjale se janë të gatshme për të bashkëpunuar dhe është shumë lehtë të ulen dhe të zgjidhin edhe problemin e pozitave, sepse të paktën në një pik ato i kanë qëndrime të ngjashme. Nuk po tham se i kanë krejtësisht të njëjta, po i kanë qëndrime të ngjashme. Të dy partit, por edhe AK-ja, tashmë pajtohen për ta themeluar asociacionin në kuadër të kushtetutës dhe bazuar edhe në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, sepse unë nuk mendoj për momentin që mund të ketë ndonjë opsion tjetër i cili është i pranueshëm edhe sidomos për Bashkimin Evropian. Kështu që çështja më e madhe që do të mund t'i ndonte, unë mendoj se kjo çështje i ndon me vetëvendosjen, partit LDK-n, PDK nuk i ndon, përkundrazi i përbashkon. Dhe mendoj se çështja e pozita mandej duhet të jetë dytësore dhe dorën zemër për mua si Lumir Abdigjiku, si Bedri Hamza do të ishin kryeministra të mirë, cilët do t'i bënin disa, e sidomos do të fokusohen në disa projekte në zhvillim ekonomik, sepse të dy janë ekonomist, ngjashëm i kanë pashtu qëndrimet edhe për çështjen e energjisë, sepse është problemi kryesor, ne po shohim shtrejtimin e rrymës, të dyja këto parti e mbështesin projektin amerikan, ato që ne i themi projekti me gazin amerikan, të dytë janë për rritjen e pagave të sektorit publik, e cila do ta zbuste sa do pak gjendjen e rënd ekonomike, sidomos të punësuarve në sektorin publik, dhe mendoj se të dytë i kanë prezantuar gjatë fushatës edhe disa ide të mira të projekte, kështu që është lehtë ta harmonizojnë programin dhe cili do që e merr drejtimin e qeverisë do të ishte larg një kryeministër më i mirë se Albin Kurti, i cili, siç thash, përveç që nuk ka zbatuar asnjë projekt madhor, ka krijuar ngjecje në procesin e integrimit dhe të Kosovës, pa sjellur asnjë njohje, por përkundrazi duke stagnuar në procesin e antarësimeve, siç ishte ai në Këshillin e Evropës. Kështu që për mua ka gjë shumë, nuk do ta quaj shpresë, por ka indicje të qarta që nëse, në këtë rast, nëse Limaj nuk pranon të bëhet pjesë e një qeverie të Kurtit, mendoj se ne mund të kemi një qeveri nga opozita, por pasi të kalohet problemi i parë e që është ai konstituimi të Kuvendit. Po, hajde, mentor? Në fakt pajtona këtë pikën që i shkon mirë që partitë opozitare më ul edhe me diskutu edhe me marrë vesh edhe me lënë anash pak këto çështjet e pozitave, kush kryeministër ose çfarë pozicionesh kanë me pas. Unë mendoj që e keqja e këtij veni për këto 4 vjet ka qenë Albin Kurti, dhe unë mendoj që ai duhet me dalë në pozitë dhe mu ballafaqohet dhe me dhënë përgjegjësi për krejt ato dome që janë bërë brenda këtyre 4 vjetëve. Tash a ndodh kjo as ndodh. Limaj sot ke i qartë, domethënë ai kallëzoi që s'ka marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje, s'ka marrëveshje për punën e votimit nesër, po tha e shohim nesër se çka do të ndodh. Këtë nesër mvaret rrjedha e seancës nesër me çysh shkon edhe aty kanë më pa pak a shumë çysh është situata, edhe çysh mundet me ndodh pak a shumë me ditë çka mundet me ndodh në ditët e ardhshme. Po nëse nesër Albin Kurti nuk mundet me bëj qeverinë, atëherë unë mendoj që ta duhet më ulë edhe nuk do të me u bloku për një pozicion, që tha edhe Shqipja. Tash, unë mendoj që pak edhe LDK-ja Lumir Abdigjiku në fakt është humbsi më i madh i këtyre zgjedhjeve, pavarësisht që dele thotë i kumrit votat e si kumrit votat me tonat investim që u bë me ton ato mjete financiare që janë investuar në fushatën e tina, në fund prapë meti partia e tretë. Fakt do të me reflektu. Nëse do të mirën e këtij veni do të me reflektu, do të më ulë dhe me diskutu edhe me kriju qeverinë e opozitës, edhe vendi me ecë përpara. Ndërsa, çka i duhet këtij venin sot
Unë mendoj që i duhet një qeveri e stabilitetit që i bjen një qeveri gjithëpërfshirëse, një qeveri që i siguron përmi vota, për shkak se kemi me pas shumë procese të mëdha përpara, edhe edhe rregullimi i raporteve, sidomos me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe për afrimi prap me ta, pavarësisht i Shqipja po thotë që Shtetet e Bashkuara prap neve na kanë prioritet në rregull, unë kam qef me besu që ashtu gjithmonë, edhe nëse që ato se besojmë na vizit më që me ikë këtuvit. Për ndryshe, mendoj që duhet një qeveri stabiliteti, cila garanton stabilitet institucional e jo krizë institucionale, se çdo qeveri e cila bëhet me 61 deputet ose 62 deputet nuk ka stabilitet politik në këtë vend. Për shkak se mrena 7 muaj prap kemi me artën një krizë e cila është zgjedhja president, prap kemi me shku në zgjedhje. Në këtë vjesht i kemi zgjedhjet në 8 ora, 9 orë kur janë zgjedhjet lokale. Që unë mendoj që Albin Kurti është i llogarit edhe këto zgjedhje, që nëse vazhdohet me këtë krizë, kështu me mundësisht për të me pas shku deri të zgjedhjet lokale me shku me 2 parë zgjedhje për njerë shkon mas mirë, për shkak se investimet më të vogla, edhe fushatën e bën, domethënë edhe për zgjedhjet përgjithshme me të njëjtën kohë dhe mundësitë e tij për me rrit komuna janë më të mëdha. Mundet me qenë edhe kjo një prej llogarive ti që ai e bën atje në ato matematikat e veta. Që në fakt na po mesim këtë vit, ky vit nëse vazhdohet kështu, ky vit ka me qenë vit stagnus shumë i madh, i cili ka më na gushtu neve, ka më na gushtu në shumë procese, si në raportet me miqtan, po edhe të mrenshme në aspektin social edhe ekonomik të vendit. A di pse i besoj Shqipës se do jemi në agjendat e Donald Trumpit? Për 2 arsye, e para se Donald Trump nuk e ka ditë ku është Finlanda, e lemo me ditë Albin Kurti kush është. Kjo, dhe më thonë, ka thonë ku është Finlanda në Rusia ku, dhe e dyta një kongresmen Amerikan në Washington ma ka thonë një të vërtet që i kam besu 100%, Republikan, tha mjafton një këshilltar i Trumpit në një letër A4. Vetëm mja shkru emrin Kosova edhe mja qitë në bita tavulinë. Në fakt, Kosova nuk është pa njohur për Trumpin, sepse një nga një marrëveshje në zyrën e tij. Po një marrëveshje është arritur dhe unë besoj se ai do t'i kthehet, edhe nëse ai personalisht natyrisht se administrata amerikane nuk funksionon vetëm me një njeri, janë i gjithaj kabineti i tij dhe është edhe ajo që ata quajnë desku i Kosovës në kuadër të departamentit shtetit, por ka prioritete tjera dhe ne duhet ta kuptojmë këtë. Për fatin tonë të keq aktualisht, pra ka 2 vatra tjera të krizat mëdha, ajo në lindjen e mesme mes Izraelit dhe tashmë jo vetëm Palestinës, por konflikti po zgjerohet dhe kjo lufta mes Rusisë dhe Ukrainës, kështu që është e kuptueshme, po pra ajo në Izraeli po zgjerohet. Për fat keq dhe kjo do ta marrë shumicën e vëmendjes së administratës Trump, sepse ajo mund të del edhe jashtë kontrollit. Dhe në anën tjetër ende duke vazhduar lufta Rusi-Ukrainë, kështu që këto dyja do të jenë prioritete, por menjëherë sapo të ketë një zgjidhje këtyre 2 apo paralelisht, mund të jetë edhe paralelisht, sepse Trumpi ka premtuar diçka që nuk do të ketë luftë gjatë mandatit të tij dhe unë mendoj se tashmë ka filluar të punoj në atë drejtim, sepse tash mos të kalojmë në geopolitik, por ai e ka një tjetër kundërshtar, një tjetër armik më të madh madje se Rusia, këto që është Kina e që është zhvillimi i saj i hapshëm ekonomik, kështu që Trumpi qeveria është i interesuar të mbyll këto konflikte që pastaj fokusin ta ketë në kushtimisht luftën, e cila nuk do të jetë luftë klasike me Kinën, por është më shumë luftë ekonomike. Dhe në këtë drejtim edhe Kosovën do të dojë ta mbyll edhe për shkak të faktit të implikimit që Rusia e ka përmes Serbisë të ne, jo vetëm për shkak se na duan edhe atë shumë, donë se unë du të besoj dhe besoj që ne ende konsideromi si një bebe, themi kështu të flasë me gjuhën populiste të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse është investuar shumë. Nuk është vetëm investimi gjatë luftës, por është investuar bukur shumë. Janë dhënë edhe miliarda tjerë, qoftë në krijimin e institucioneve të ushtrisë e kështu me radhë.
Edhe në Ukrainë ndonë miliarda, po e pave qasin e ti, dhe më thonë ndaj Zelenskit, kur filloj ai me i qitë kushtet e ti, qëfar qasë e patë. Po ai pat gjatë Zelenskit, po jo ndaj Ukrainës, ai po donë me e përmbyll konfliktin, pra ndaj ishte qasja ndaj Zelenskit, edhe pse me ndesën fund gjithë ishte një lloj keq kuptimi. Ngjashëm është edhe tek ne. Unë mendoj që Amerika e ka dhe vazhdon ta ketë Kosovën, popullin e Kosovës në fokus, ndonë se nuk pajtohet me një qeverit e Kosovës dhe ne e kemi shumë atë letë që ta ndrojmë qeverin se sa ti ndrojmë qashen e raporteve me Ameriken. Trumpi po të regon në atë kuptimin pozitiv që është një person i fort, se duhet kesh forcë dhe sinceritet, që para syve të Netanyahut, të thotë, diju në ti që me ndonë për presidentin e Turqisë, por për mu të ai është politikan jo konvencional, do më thonë shumë i drejt për drejt dhe me një gjuhë jo diplomatike, por gjuha që është folur në koridore, të them ashtu, jashtë tryezave diplomatike, tani aje ka sjell në tryez diplomatike. Kam shpresën e madhe të Zotit, nuk po du mja zbulu emrin, po do ta kem në mision basë të hajtën, një profesor të njohur të Fakultetit Juridik në Londër, një shqiptar i cili tha se në takimet, po këte ma kanë thonë dhe diplomat shqipe, në basë dhe ti ta kanë thonë këtë dërgju, ajo që më shokon, tha gjithmonë, kure kam shoqëru Albin Kurtin, edhe presidentit Francës tha i man leksione, edhe kryeministrit britanez kërë taku, dhe më thonë, të gjithve, po thamë, dhosht Zoti e takuat me Trumpin, mentor, edhe... Silen hapë, Silen, shqyqa. Po, dhe më thonë, unë e kam pas bashkëpuntor kryetar Kurtin, dhe Kurti më s'paku është politikan. Dhe më thonë, edhe këto 4 vitet e fundit, për fatë kesh nuk është maturuar fare si politikan e lërë me pak si lider, sepse kur je ti politikan dhe kur je lider i një vendi, ti duhet t'i bësh në takime i të regon qëndrimet e tua. Flet në emën shtetit për atë qka ti synon, për qka qëndron ti. Dhe këto leksionet mund tjenë për analista, mund tjenë për akademik, për profesor. Për analista po, për akademik jo. Po, edhe akademikët mund të mbojnë ligjerata para studentëve, por si politikan ti mbrena 3 minuta duhet të tregosh se çfarë pret nga takimi ku je. Në ditë e sodit, po kanë edhe gjënatat shumë atreja, kanë qas informacione me këto zhvillimin e teknologjive treja, tash më shit mend ti s'mundesh kërkuj mosat. Po dhe nuk takon, Kosova është një vend i vogël, kimi të regu Francës se si është zhvilluar demokracia në Francë edhe revolucioni francez. Jashtë sinqertë dhe pranon, Shqipja pranon edhe ti mentor do të pranosh, po. Vojza e motrës Shqipës, që kam takua. E vlaut, po. Vojza vlaut dhe vojza ime. 1 milion herë janë më të mençura edhe fëmijët e tu se sa ne. Kanë qasën informacione ma shumë. Informacion edhe logike dhe kanë shnush. Logike. Absolutisht. A kini diçka me thonë, apo do e mbyllim? Për fund, jo, unë nuk kam diçka. Diçka Shqipe? Unë veç po shpresoj se brenda natës sonte nuk do të Seni nuk e njim të folë hiç, ka shkoj ai. Seni në momentin që është kyç në Skype, ka ndërhyrë të vendosja edhe ja ka ndërprej internetin. Për fatin tem. Se u habita që jetë ndërhyti për shëtë. Ja, hiç më stanin e falenderoj Albin Kurtin për ndërhyrje, dhe me thonë në raport me Sen Berishën, edhe ja kanë prej komplet lidhjen me internet. Falenderit shumë, Shqipe, falenderit. Mirajmë shumë, ishte kraci, falenderit shumë. Falenderit, do flasim besoj të ejten, do shumë se si do ecin proceset në Kosovë, këtu po e mbyllim zonën 0, natën e mirë shqiptar, ku do që jeni?